Limajn është duke u prononcuar. Vazhdoni pa përgjegjësi, besoj unë forcave politike për të ulur për të bërë një marrëveshje politike, një marrëveshje e cila do t'i jepte mundësi vendit me pas institucione, me pas një shumicë parlamentare. Mendoj që secili duhet t'i thirrë përgjegjësisë vet. Forca tjera politike në Kosovë nuk ka janë këtu që janë. Në çfarëdo procesi dhe njësë zgjedhje do t'jenë të njëjtat forca politike. Dhe rruga e vetme që Kosova si shtet serioz ose të bëhet serioz është përmes bisedimeve dhe marrëveshjeve politike që pastaj partnerët e zgjedhin njëri tjetrin. Dhe kështu të përfundoj kjo situatë pa kuptim. Kosovë në presin shumë punë, shumë të lashe, shumë probleme. Tashë më tepër se 6 muaj ne nuk kemi një qeveri efektive. Njerëzit kanë nevojë, vendi ka nevojë. Ne presim projektin, ne presim punë, mëdhaja, agenda. Kosovën e presin, si me thanë, dinamika të reja të zhvillimeve. Dhe unë ftoj që të largohen nga ekot personale, politike, ku ta diun e tash të ketë parasyshme. Dhe të fillohet e të përmbushet mandati që kanë qytetarët e Kosovës. A keni pas ftesë për ndonjëherë prej subjekteve politike për mund taku pas parasysh që ju si nisma i keni të paktën 3 deputet? Tani për tani nuk ka ndonjë hap konkret, serioz, përveç ato që kemi bërë nëpër media, propozime, po hap konkret, me ftesë rreth atyre propozimeve nisma nuk ka pasur. Natyrisht ne jemi të gatshëm të japim kontributin tonë për aq sa kemi mundësi dhe fuqi politike, po ju duhet ta dini, janë forcat e mëdha politike që kanë përgjegjësinë kryesore për t'i dhënë një rrugë zgjidhje. Ata kanë mundësi, ose si më thonë kanë çelësi për t'i dhënë një zgjidhje. Faleminderit.